Për të 26-ën herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit, që nga 1 maj për të 18-ën herë deputetët kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të Kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare Albulena Haxhiu disa herë nuk ka arritur të sigurojë 61 vota për të zgjedhur në krye të organit ligjvënës. Kreu i nismës Fatmir Limaj, partia të cilit ka 3 vende në Kuvend, deklaroi se Kosova duhet të ketë një shumicë parlamentare, duke shprehur bindjen se vendi së shpejti do të ketë institucionet e reja. Ska dilemë që qytetarët e Republikës së Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe unë besoj që ngadalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Ajo që është e qartë është që duhet të ketë një marrëveshje politike e cila do të jep Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Besoj që secili subjekt politik e ka përgjegjësinë e vet. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe sërish refuzuan në vazhdimin e seancës konstituive më 4 qershor që të propozonin një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës pritet të vazhdojë të njëjtën më 5 qershor.